të arritjes së objektivit të sigurimit të një jete të shëndetshme. Luksin ndoshta nuk të ofron një jetë të shëndetshme. Nëse ti e përmend luksin, atëherë në mendjen e secilit prej neve është, siç e përmendi Egzona, jeta natës, janë makinat e shtrejta, po e morëm po ndalim te makina, pasi që e përmendi marrët psikologja. Një makinë, për shembull, në to temperaturat nxehta, e cila ka klimë dhe kushton 5.000 euro, që mundet me i përshkru kilometrat e njëjta të një makinës 100.000 euro. A më tregon ti mu çfarë mirëqenie të jep makina tjetër veç pjesës edhe aparencës së jashtme? Për shembull në Kosovë, nëse nuk ke, domethënë në plan që të udhëtosh diku jashtë, po tash këtu është pjesa e konceptualizimit, varet se si ti e konceptualizon. Mos më jep kur gjë se kish pas 60.000 euro. Unë mendoj se Mos më jep kur gjë më shumë se ajo 5.000 euro se kish pas 60.000 euro. Kjo është çështje iluzionale. Varet se ti si e sheh. Ti kimi shku pej Prizrenit në Kumar sot në Prishtinë, ku marr me një makinë 10.000 euro, ndoshta muja ka ardhur me një makinë 100.000 euro, na i kena bën kilometrat e njëjta, unë jam kon shumë komod, për shembull, unë jam kon shumë komod, po edhe ky, ndoshta ky e konsideron vetëm që ka qenë shumë komod. Ky është më komod se ti. Varet po thamun si e konceptualizon. Tash edhe çfarë ti sheh? Ti për shembull e keni por komplete, çto, që të kushtoj 100 euro, ke mujt në vesh 1.000 euro, po ti më mirë zbosh, çka për shembull. Ose unë që si kam. Apo kupton, tash varet se është njerëz se si e sheh, edhe çka bën me po. Apo kupton? Kjo është domethënë Po dhe bledi mund të po për shembull më pasën e